Nëse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam u kon domethënë e ka jetu momentin që thënë, po me gjuhën e sotit pra. U kon i përshëndruar brenda momentit që u kon. Nëse u kon adhurim, namaz, ti nuk ke mujt me pa dikon tjetër që ka fal namazin më bukur, e më mirë, më i përqendruar, që po shkon Aisha radhiyallahu ta'ala anha, thotë i është lag mjekra aq edhe vendi i sejdës domethënë prej lotëve dhe përkushtimit që ka pas në namaz. Pastaj është me fëmijë, me nipat e tij, me djemtë e Aliut të Fatimës, Allah që fitnoshëm se cilin prej tyre, pra është duke lujt. E vjen ai beduini. Tua plotsu nevojat familjare që i kanë pas. Patjetër. Vjen ai beduini te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe i thot unë i kam 10 fëmijë kur nuk asnjë nuk puhet po asë kanë për çafuar. Atë pejgamberi sa e çortoni thot nuk është kjo është domethënë mentalitet gabim. Duhet më u përqendru. Është me Aisha radhiyallahu ta'ala, no del edhe vrapon. Pejgamberi i Zotit, pro Aisha u kon në 20 vjeç, domethënë kur ka lozë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Domethënë secilin situatë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka vëprimin e duhur në kohën e duke u përkushtu, ama prapë ka pas menaxhimin e kohës në mënyrën e rregullt. Pra, është namazet ditore kanë shërby si një farë harte qysh mi randit gjërat. Është një fjali e urtë romakim duke se është, thot carpe diem, seize the day në anglisht, ose kape ditën. Po. Kape ditën do të kape momentin. Kape momentin. Mos e lejo që ai të kalojë pa fix. Pa e shfrytzuar në mënyrë që ta maksimalizosh, do të thotë kjo nuk është fjalë shqipe, po ta arrish maksimumin e asaj që ke pas mundësi me pas për përfitime. Për këtë arsye, ky mentalitet mendoj se rinia sot shumë ka nevojë. Nëse i shikojmë se sa kohë kalojnë në gjëra që as pak nuk ju sjellën dobi. Ose u adopsojnë ndoshta edhe inteligjencën edhe i largojnë nga informatat e dobishme. Me të vërtetë është koha që ata ta marrin shembullin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe të përqendrohen në atë që ju sjell përfitime maksimale. Kur flasim për përfitime nuk do të thonë se ato janë përfitime materiale. Po është ajo përmbushja që e thanë. Ndjenja e kënaqësisë se askush nuk mund të mohon se i dërguar jonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka qenë e ka përjetuar apo e ka shijuar ëmbëlsinë dhe bukurinë e imanit e besimit në Zot. Kjo është diçka që ne e kërkojmë. Patjetër. Domethënë kthehemi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në secilën fazë të jetës tij, marrim mësime se çu duhet të organizojë jetën tonë. Te kjo që jemi duke folë për rinin tonë, për shembull dhe problemit në cilat ballafaqohemi. Nëse marrim tek me gjetë një faktor prej atyre që janë bold, me trasht shkruam te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po me shkruan trasha, e shohim që është konsistenca. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u kon konsistent. Pra këtyne që ju ka duk adhurimi është pak i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk u kon pak se u kon i vazhdueshëm. Për këtë arsye ka disa transmetime për disa sahabë që i kanë rrapë pishman pastaj që ja kanë ngarku vetit, mirë po e kanë ditë që duhet më kon konsistent. E shohim vetë te fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur përmend çfarë veprën më dashur për Allahun, thotë ato që janë më konsistente, pra që nuk ndërpriten. Bëhen në vazhdimsi edhe nëse janë të vogël. Edhe nëse janë të vogël. Nëse merr me realitetin e sotshëm. Dikush nxjerrë dhe thotë më mësoj një gjuz për një javë, po ka mundsi. Po, mirë po që ajo energji e lëshon, është ai burnout me gjuhën tonë, pra e djeg mo, e dobson veten, i bjen motivi dhe nuk ka mundësi me vazhdo. E me merr në anën tjetër, një dikon i cili për shembull organizon të tunë një orë me mëson ditë. Ky ka mundësi pastaj me vazhdu domethënë me mësimin apo me aktivitetin cilin është i dobishëm edhe i mirë.